Ambasada e SBA në Tiranë para 2 ditësh lëshoi një mesazh interesant lidhur me politikën e revokimit apo bllokimit të vizave, duke qenë se ishte ditë e diel. Lajmi kaloi pa shumë bujë, por ambasada duket se ka dërguar një mesazh shumë të qartë për shumë emra në vendin tonë. Departamenti i Shtetit i SBA është i përkushtuar ta bëjë Amerikën më të sigurt përmes politikave më kërkuese. Një masë thelbësore është kontrolli i vazhdueshëm i vizave për të gjithë individët, duke e garantuar sigurinë dhe integritetin e kombit ton. Kontrolli i vizave në SBA nuk ndalet pas lëshimit të vizës. Ne i kontrollojmë vazhdimisht mbajtësit e vizave për t'u siguruar që ata zbatojnë të gjitha ligjet dhe rregullat e emigracionit të SBA-s dhe ne do t'u revokojmë vizat dhe do t'i dëbojmë nëse nuk e bëjnë këtë, thuaj në njoftimin e ambasadës. Duke u nisur nga ky mesazh, duhet theksuar se përveç shpalljes non grata nga Dash, Washingtoni ndjek edhe një tjetër politik për zyrtarët e korruptuar apo të dyshuar se janë përfshirë në afera, atë të heqjes së vizave. Nëse shohim me kujdes, ka shumë politikanë që prej vitesh nuk shkelin në SBA, vetëm një grusht emrash kemi parë të udhtojnë pasi shumë të tjerëve u janë hequr vizat, ata që i kanë pasur aktive, ndërsa shumë të tjerëve u janë refuzuar aplikimet. Në vitin 2019 doli për herë të parë një shifër. Në atë kohë tha se janë 170 zyrtarë që u janë refuzuar vizat, por kjo shifër është rritur ndjeshëm kohët e fundit. Sipas informacioneve, SBA ka qenë e përpikt kur vjen puna tek emrat e akuzuar apo përfolur për afera. Të gjithë ata gjyqtar dhe prokuror që kanë ngelur në vetting e kanë të pamundur të udhtojnë në SBA. Pashtu një pjesë e madhe atyre që janë në akuzë nga SPAK, pashtu nuk e shkelin dot tokën amerikane. Këtu përfshihen deputet, ish ministra, krerë bashkiesh, gjyqtar, prokuror apo policë dhe avokat. Pra kushdo që është në radarin e SPAK ta harroj se mund të udhtoj drejt SBA-s. Me politikat e reja të Trump, duket se kjo listë do të zgjerohet. Me shumë interes pritet të shihet se kush do të jetë ambasadori i SBA-s në vendin ton, pasi patjetër prezenca e tij ka rol kyç në politikën që ndjek ambasada.